Drami dhe iniciativi kuj është këtë draft dokument? Nëse është iniciativi kryeministit shqiptar, a bje poshtë aja se timi lëvizjes besa se nuk ullën në një tavolin ku ju jeni iniciativë? Në radhë të parë, kjo është nevojë për shqiptarët në Maqedoni. Partitë politike kanë bërë takime me kryeministrin Rama shumë më herët. Dhe sigurisht zoti Rama ka biseduar edhe me mua, me që rast është kërkuar që mund të i thrasë partitë politike në një takim të përbashkët për të dëgjuar se cilat janë kërkesat e tyre. Unë e kam bërë këtë përpjekje, kam bërë këtë pesë. Nuk është vetëm një lehtësim, një ndihmëes e zotit Rama, gjithashtu ka edhe prej autoriteteve të Kosovës, partive politike opozitare edhe në Kosovë. Unë kam bërë një takim edhe me lëvizjen vetëvendosja në drejtim të inkurajimit të partive politike më të vogla në Republikën e Maqedonisë për të harmonizuar qëndrimet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me avancimin çështjes shqiptare në Republikën e Maqedonisë dhe asgjë që nuk ka në këtë drejtim.